i cili ka shënuar temperatura shumë të larta. Ka patur thyrje të rekordeve historike Franca, Gjermania, Zvicra, pjesa më e madhe e Skandinavisë, është një valë e nxehtë e cila ka nisur shumë herët, paktën duke përfshirë edhe ditën e sotme i ka kaluar edhe 10 ditë, sa më gjatë të qëndrojë një valë e nxehtë afrikane, aq më të larta janë temperaturat dhe aq më e papërballueshme bëhet i nxehti, duke i shtuar kësaj ndryshimit klimatike që ka ndodhur të paktën në 2-3 dekadat e fundit, duke shtuar këtu edhe fenomenin i El Niños i cili ka startuar që në maj në Oqeanin Paqësor, ka sjell edhe ndryshime dhe këto valë të cilat jo vetëm që janë shumë prezente, janë edhe në zona në të cilat nuk janë pjesë e klimës së tyre, por kanë dhe një shkallë agresiviteti shumë të lartë. Që do të thotë, temperatura tipike të tilla i ka parë patjetër brigjet mesdhetare, Portugalia, Spanja, Italia, përfshirë një pjesë të Shqipërisë dhe Greqia, si të thuash në 20 vitet e fundit, her pas here ne kemi vizita të masave të nxehta afrikane, por nuk është shumë normale për një pjesë tjetër dhe pjesën më të madhe të vendeve të perëndimit, nuk është krejtësisht anormale që Londra të shënojë 41 gradë. Kështu që këto valë të cilat janë prezente, parashikohet që gradualisht të largohen nga Europa qendrore, duke filluar që nga dita e nesërme, pra Franca, Gjermania, Zvicra, Rusi, Holland, Belgjik, pra pritet që të zhvendoset vala më në juglindje të saj, duke bërë që këto kenë edhe freskim të motit, nuk do të mungojnë rrebeshet, nga temperaturat e larta ne presim stuhi, rrebeshe, breshër, erë të fortë në momente të caktuara. Megjithatë, ajo çfarë do mbetet problematike për sa i përket Europës, duke filluar sërish nga dita e mërkurë dhe në vijim, do jetë Gadishulli Iberik, pra do jetë Portugalia edhe Spanja. Portugalia dhe Spanja kanë patur në fundjavë stuhi në disa zona dhe rrebeshe shiu, por parashikohet që nga nesër dhe në vijim i nxehti afrikan të mbetet sërish aty.